Prezantimi i kandidatëve të Partisë Socialiste në të 12 qarqet e vendit u shoqërua me një reagim të fortë nga kryeministri Edi Rama ndaj akuzave të opozitës që e lidhin partinë që ai drejton me krimin. Kreu i Partisë Socialiste i quajti turpe politike pretendimet se mbështetja për socialistët vjen nga krimi, duke kujtuar se këto akuza vijnë nga ata që sipas tij kanë vrarë në bulevard me pushkët e shtetit dhe që nxjerrin mllef nga mëngjesi deri në darkë. Shoqëria në një fazë caktuar ka mbështetjen e krimit, prandaj është e pathyeshme. Dhe këtë e thon pa pushim njerëz që kanë vrarë në bulevard me pushkët e shtetit, apo ata që pastaj mllefin e pangushëllueshëm e kanë si motiv për t'u zgjuar në mëngjes edhe për të pritur deri në darkë kur turren nëpër ato moçalet e kënetës mediatike, për ato llomotitë analitike. Kryeministri theksoi se asnjëherë më parë nuk është luftuar korrupsioni dhe krimi siç po bëhet nga qeveria e tij, ndërsa shpjegoi arsyeën e vërtetë sipas tij pse Partia Socialiste është e pathyeshme. Askush asnjëherë më parë nuk e ka luftuar korrupsionin dhe krimin siç kemi bërë dhe po bëjmë ne, por e dyta, ata le të vazhdojnë të bien aty fylli, ndërkohë që arsyeja pse ne jemi të pathyeshëm dhe garancia më e madhe e Partisë Socialiste në çdo përballje zgjedhore jeni dhe bëheni. Me tone të larta dhe simbolik politike, Rama e përmbylli mesazhin e tij duke vënë theksin te forca e grave socialiste, që sipas tij përbëjnë shtyllën më të fortë të partisë në këtë fushat.